Në dhomën e rrëfimit koha nuk matet me orë. Aty koha matet me frymëmarrje të rënda, me lot që bien pa zhurmë, me heshtje që flasin më shumë se fjalët. Kur hyj aty, nuk jam vetëm unë. Jam unë dhe gjithë ajo që kam humbur. Jam unë dhe motra ime. Edhe pse nuk shihet, ajo është gjithmonë aty. Kam frikë nga e ardhmja, sepse për mua e ardhmja ka një numër që më trem, 19. Nuk është thjesht një moshë. Është një plagë e hapur. Është dita që jeta vendosi të ma marrë motrën dhe të më lërë mua këtu, duke më pyetur çdo ditë pse. Pse ajo? Pse kaq herët? Pse kaq padrejtësisht? Nuk dua t'i mbush 19 vjeç. Sepse motra ime nuk i mbushi kurrë. Ajo mbeti përgjithmonë aty, e re, e papërfunduar, si një fjali që nuk mbaron kurrë me pikë. Dhe unë kam frikë të vazhdoj fjalin time, sikur po e tradhtoj atë duke jetuar më gjatë se ajo. Kanë kaluar 5 vjet që kur ajo u largua. 5 vjet që nga dita kur zemra ime u thye në mënyrë që askush nuk e pa, por unë e ndjeva çdo sekondë. Që atë ditë, asgjë nuk ishte më e njëjtë. Edhe gëzimet nuk erdhen më të pastra. Edhe buzëqeshjet kishin diçka të rreme. Sepse çdo herë që qesh, një zë i vogël brenda meje më thot, po ajo pse nuk qesh më? Motra ime ishte më shumë se motër. Ishte shtëpi. Ishte mbrojtje. Ishte një pjesë e imja që u shkput pa më pyetur. Dhe kur ajo iku, mori me vete një copë të shpirtit tim. Që atëherë, unë jetoj e paplodh. Marr frym, ec, flas, por diçka mungon gjithmonë. Ajo nuk më la kujtime të bukura që të më ngushëllojnë. Më la kujtime që dhembin. Zëra që i dëgjoj në kokë. Momente që më vijnë papritur, në mes të ditës, në mes të natës. Më la lot që dalin pa paralajmërim. Më la dhimbje që nuk di ku ta vendos. Ka ditë që zgjohem dhe për një sekond harroj që ajo ka vdekur. Për një sekond mendoj se do ta shoh, se do të flasim, se gjithçka ishte vetëm një ëndër e keqe. Dhe pastaj realiteti më godet fort. Çdo ditë nga e para. Është një vdekje që ndodh çdo mëngjes. Në dhomën e rrëfimit unë flas edhe për fajin. Sepse po, ndje. Hem fajtore. Fajtore që jam ende këtu. Fajtore që po rritem. Fajtore që ditëlindjet e mia vazhdojnë, ndërsa të sajat u ndalen përgjithmonë. Fajtore që marr frym patë. Dhe askush nuk më mësoi si të jetoj me këtë faj. Njerëzit më thonë, duhet të jesh e fortë. Por nuk e din sa e lodhshme është të jesh e fortë çdo ditë. Nuk e din sa e rëndë është bara që mbaj brenda. Nuk e din sa herë jam thyer në heshtje, sa herë kam qarë pa zë që të mos shqetësoj askënd. Frika ime nga mosha 19 nuk është frikë nga vdekja. Është frikë nga dhimbja që mund të hapet sërish. Është frikë se mos historia përsëritet. Është frikë se mos edhe unë bëhem një kujtim për dikë tjetër. Dhe kjo frikë më ndjek si hije. 5 vjet pa motrën time më mësuan se dhimbja nuk ikën. Ajo vetëm ndryshon formë. Herë është e fortë, herë e heshtur. Herë më mbyt, herë më lë të marr frym. Por gjithmonë është aty. Si një shenjë që nuk fshihet. Në dhomën e rrëfimit unë i flas edhe asaj. I them sa më mungon. I them sa shumë kam.